Përshëndetje, jam Denada Jushi dhe mirë se vini në podcastin e dytë të Rise Her, ku do të flasim për ndikimin psikologjik të dhunës tek vajzat, gratë dhe fëmijët, trauma që lë si dhe procesin e shërimit për përshtatjen më pas me jetën. Do të jem në këtë bisedë me psikologen dhe sociologen Mirela Gjoni, eksperte në çështjen e barazisë gjinore dhe dhunës në familje. Faleminderit që je pjesë me ne sot. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi të jem bashkë me ju sot. Mirela, kur themi një përvojë 20 vjeçare në një fushë siç është psikologjia, në një pjesë ku të trajtosh edhe të bisedosh edhe të krijosh besimin që individ, gra, vajza, fëmijë do të flasim për raste konkrete, të besojnë një dhunë familje, një dhunë që vjen me bazë gjinore, sa e vështirë është, sa të ka ndihmuar ky profesion në 20 vjet. Do doja një pasqyrim nga ti të karrierës tënde më pas të kësaj teme kaq të vështirë. Unë jam psikologe me profesion edhe punoj prej 25 vitesh në fushën psikosociale. Kur kam filluar në vitin 99, në fakt ka qenë një realitet të cilën as e imagjinoja që mund të ishte i tillë. Edhe duke parë jetë të grave, historitë të tyre dhe të fëmijëve të tyre të dhunuar pikërisht nga personat e tyre më të dashur. Nuk ka qenë as pak e lehtë. As në fillimet, por edhe tani që jam pas 25 vitesh, kur gratë vinë dhe rrëfejnë, çdo histori ka ato momentet e dhimbjes të cilët asnjë person, as profesionisti më i fortë nuk është se i reziston dot. Pavarësisht se si psikologe unë jam trajnuar se si të kujdesem edhe për veten, por gjithashtu të kujdesem edhe për personin që kam përballë për t'i dhënë ndihmën më të mirë të mundshme. Në këtë sipërmarrje të World Visionit, i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian për fuqizimin e grave dhe vajzave, në fakt është një lajm i mirë në vazhdim në një sër aktivitetesh që merren, një sër nismavsh që kanë bërë ndoshta këtë temë të jetë më e prekshme për çdo që do shohin, siç është ky podcast, për gjetur forcën dhe për ta rrëfyer. Në këtë rrugtim të gjatë, 20-25 vjeçar tuaj, si ka ndryshuar perceptimi atyre që vinë dhe janë të mbijetuarat e dhunës, siç ju e thatë, në institucionin më të rëndësishëm që është familja apo të njerëzve më të dashur, për të ardhur dhe për të rrëfyer? Si ka qenë, po themi, frika në 99, në 2000, në 2024, ku sot bota është më e hapur, po themi, por ndërkohë kjo temë është gjithnjë e vështirë për të marrë atë hapin e rëndësishëm për të folur. Në fakt të marrësh të hap është një hap guximi. Edhe vërtet unë vlerësoj çdo grua e cila e merr këtë hap, sepse nuk është një hap i thjeshtë dhe nuk është një hap i lehtë për të bërë, sepse ajo grua ka investuar në një familje, ajo grua vjen shpeshherë bashkë me fëmijët e saj dhe të marrë një vendim të tillë për të lënë gjithçka dhe për të filluar gjithçka nga e para nuk është e lehtë. Kështu që gjej rastin që të gjithë atyre grave t'i them bravo për kurajon që keni pasur dhe keni. Sepse duhet pikërisht ky momenti për të vendosur, për ta ndryshuar, kur ti e shikon që ajo marrëdhënie tashmë po dëmton personin më të dashur tënd, fëmijën tënde. Sepse deri në momentin që dënohet vetëm gruaja dhe është vetëm ajo, deri diku ato gratë shqiptare janë shumë tolerante nga natyra. E ruajnë me fanatizëm familjen, e mbrojnë atë, por kur dëmtohen dhe shikojnë që dhuna prek dhe përshkatron fëmijët e tyre, është momenti i pikës së guximit dhe kthesës. Dua të ndalem pak të kjo pikë dhe të ky moment, i cili është i ndjerë në lëkurë për secilin, për atë që është bërë nën, për atë që është bërë baba, apo për secilin në shoqërinë. Fëmijët janë qenia më e brisht edhe që ne tregojmë kujdes në çdo gjë, pra kur vriten në një lojë, jo pa le të mendosh të jenë dhunat familjes apo të prindërve apo njerëzve të dashur. Si përjetojnë fëmijët të raste, sa është e vështirë për ta, cilat janë sfidat e tua si psikologe kur gjendesh para një rasti një fëmijë të vogël? Në fakt, sa më i vogël fëmia, aq më shumë dëmi që bëhet në aspektin psikologjik dhe social të tij është shumë i madh. Dhe puna që duhet për të menaxhuar traumat që lë gjurmë të thella dhuna në familje janë traumat të cilët duhet në një kohë gjatë për të trajtuar dhe për të kapërcyer.
Prandaj dhe dhuna në familje është një nga format e cila sjell pasoja kolosale tek fëmia, por edhe i rritur i nesër. Ai personi i cili nesër do jetë një profesionist, ai personi nesër i cili do jetë një familjar, edhe që nuk ka ato mekanizmat e dur nëse traumat nuk janë shëruar apo punuar mirë, do t'i sjellë ato në një formë apo në një formë tjetër dhe do shkaktoj dëme të tjera tek personat e tjerë. Pra, raste kur fëmijët apo qoftë edhe vajzat edhe gratë, në momentin që nuk marrin këtë trajtimin nga gjithë komponentet, pra nuk është një punë vetëm me një psikologu, por e gjithë shërbimeve, aksesi që duhet ketë një sipërmarrje e tillë, pra se është një sipërmarrje për të shëruar këtë traumë. Në fakt është një zinxhir shërbime. Shërbimi psikologjik është një nga pjesët të cilat është një pjesë e rëndësishme për sa i përket personave në momentin që në momentin e parë që vinë dhe ka nevojë që të mbështeten, ka nevojë të këshillohen, ka nevojë të sigurohen, por përveç pjesës psikologëve janë shumë profesionistë të tjerë. Ne si Forumi Gruas së bashku me World Visionin në këtë projekt, në fakt vetë projekti ka njësër shërbime. Shërbimi psikologjik është njëra palë, është shërbimi ligjor me avokat profesionist të cilët kujdesen për pjesën ligjore, që në momentin që gruaja shkon bën denoncimin në polici, bën kallëzimin për dhunën në familje dhe bën një kërkesë për urdhër mbrojtje, avokati është aty, e informon atë, e udhëson, kujdeset që urdhri mbrojtje të plotësohet siç duhet, mbështetet në gjykat gjatë seancave të urdhrit të mbrojtjes deri në momentin që gruaja pajiset dhe sigurohet me këtë urdhër mbrojtje. Dhe më pastaj janë shërbime të tjera të cilat vihen në lëvizje. Dua të ndalem pak te kjo pikë sepse edhe në rastet kur unë personalisht gjatë karrierës time kam hasur raste të tilla, të cilat kanë qenë mediatike, kam bërë biseda jashtë kamerave, po brenda tyre, një nga problematikat e grave në Shqipëri që përballen me dhunën familje, nga bashorti, nga vëllezrit, kemi parë raste për fat keq që nuk ja kanë dalë, edhe pse kanë patur, po themi, raste të përsëritura, pra të mbijetuara tek kësaj dhune. Një nga problematikat shumë që e kanë gjithkohës në mendjen e tyre është problematika se si do jo vetëm të përballojnë nga ana psikologjike atë që i ka ndodhur, por edhe nga ana çdo gjë që ne sapo dalim jashtë do na duhet, strehimi, ku do çojmë fëmijët, çfarë do bëjmë, a do ja dalim vetëm, sepse një pjesë e tyre ndoshta kushtet ekonomike, pamundësia për të punuar, janë faktorë që i ndrydhin për t'i mbajtur larg këtij vendimit që është vendimtar për ato dhe për fëmijët. Në fakt, organizata që unë punoj, që quhet Forumi Gruas Elbasan dhe në partneritet me World Visionin është duke implementuar këtë projekt për sa i përket fuqizimit të grave dhe vajzave të cilat janë të mbijetuar nga dhuna në familje për t'i çuar ato drejt pavarësisë. Nuk është se është një organizatë që punon e vetme. Ajo vërtet ofron shërbimin psikologjik, shërbimin ligjor, edhe gjithashtu ne kemi edhe një stres emergjence për të gjitha ato gra dhe vajza të cilët vendosin të denoncojnë dhunën. Nëse ajo në atë moment ku pasiguria, frika është e lartë, nuk ka mundësi nga familja origjinës apo një vend të sigurt ku mund të qëndrojë, gjatë kësaj periudhe që është shumë delikate për jetën e saj dhe fëmijëve të saj, ne kemi pikërisht këtë qendër ku ajo mund të akomodohet nga 1 deri në 15 ditë. Por, që në momentin që gruaja vendos të denoncojë dhunën, është një zinxhir shërbimesh. Koordinatori i dhunës që ndodhet pranë çdo bashkie dhe të 7 bashkitë e qarkut Elbasan ku ne operojmë më së shumti dhe është trirë projekti, kanë koordinator vendor të dhunës. Koordinatori vendor i dhunës është përgjegjës për rastin në momentin që gruaja shkon në polici. Ai është i pranishëm gjatë kërkesës, është i pranishëm gjatë gjithë rrugëtimit të gruas. Dhe pikërisht është koordinatori që bën referimin në të gjithë shërbimet që është e nevojshme për gruan në momentin e parë, por edhe gjatë procesit të rehabilitimit më pas. Kështu që përveç bashkisë është gjithashtu janë shërbimet shëndetësore, arsimore, zyra e punës, qendra e formimit profesional, pra të gjithë institucionet, gjykata, prokuroria,
shërbimi social janë pjesë e mekanizmit të referimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, të cilët bëhen bashk dhe mundojnë të koordinojnë veprimet për t'i ardhur në ndihmë rastit. Dua të pyes për një element i cili është shumë i rëndësishëm, sidomos kur vjen pas një dhune ndaj njerëzve apo afër njerëzve më të dashur, që është elementi i besimit. Ne si shoqëri në Shqipëri e kemi një mungesë dhe për këtë ndoshta mund të flasim dhe më gjërë, po sa e vështirë është për ato gra, vajza apo fëmijë ndoshta të krijojnë këtë afrimitetin me gjithë shërbimet që vijnë pas, me elementin e besimit, pra kur ti e ke humbur tashmë në atë që është përditshmëria juaj. Rastet e dhunës, pjesën e besimit e kanë dyshimet e kanë shumë më të lartë se sa personat e tjerë. Për shkak të dhunës së pësuar nga personat më të dashur, ata gjithmonë hynë në një marrëdhënie me një nivel dyshimi dhe mosbesimi të lartë. Edhe kjo e bën pak të vështirë edhe pjesën e aksesimit të shërbimeve, por edhe të vendimarrjes së tyre për gjëra të ndryshme që duhet të vendosin për jetën, për të ndryshuar apo për të marrë vendime të reja apo për të bërë gjëra të reja. Prandaj edhe shpesh puna kryesore ku punohet është pikërisht në këto element, që në momentin e parë që gruaja vjen, punohet në pjesën e sigurisë, që ofrohen kushte dhe ambiente, por edhe persona të cilët nxisin tek ajo pjesën që është e vërtet, ti ke pas histori të dhimbshme, persona të cilët kanë abuzuar, persona të cilët kanë keq trajtuar, por gjithashtu ka edhe njerëz të tjerë të cilët janë aty për të mbështetur, për kujdesur, për ta tejkaluar këtë gjë, edhe për të rikthyer jetës dhe për të vazhduar rrugëtimin e jetës si gjithë njerëzit e tjerë. Mungesa e besimit apo fakti për të marrë një vendim me dyshim janë disa nga pasojat, po doja më gjërë. Cilat janë pasojat kur shohim të mbijetuar dhunës në familje apo edhe më gjërë? Në fakt pasojat me fjalë e dhunës janë më së shumti të stresi posttraumatik. Çrregullimet e stresit posttraumatik janë vërtet ato të cilët pothuajse pjesa më e madhe e rasteve të dhunës kanë si sfidë, kanë problemet të besimit, siç thamë, kanë frikra dhe dyshimet më të larta, kanë sfida dhe probleme me pagjumsinë, kanë pafuqi për të vendosur për gjërat, janë gjithmonë të pasigurt dhe pasiguria atyre është jashtëzakonisht në nivele të larta. Gjithmonë ata dyshojnë te vetë dhe te aftësitë e tyre. Kështu që janë shumë elementë të cilët në aspektin psikologjik e paralizojnë njeriu. Ne themi pse s'lëviz, pse s'merr vendime. Dhe gjithmonë ne i paragjykojmë këto raste në këtë këndvështrim, sepse ne gjithmonë etalonin e kemi dhe nisemi nga ajo që ne jemi. Ne me fjalë jemi rritur në një familje të shëndetshme, kemi një punë, kemi një status, kemi gjithçka dhe nisemi në këtë standard të paragjykojmë një rast të dhunës në familje. Por me fjalë vetë e ka fajin, pse ajo qëndroi atje. Vetë e ka fajin pse nuk po merr hapa. Vetë e ka fajin pse me fjalë nuk po zhvillon apo po bën gjëra. Por nuk është e lehtë për të. Prandaj ne kemi nevojë të jemi më të kujdesshëm, mos të paragjykojmë rastet e dhunës edhe ti stigmatizojmë apo ti etiketojmë ato si gra jo të që mund t'ja dalin. Në fakt, shoqëria është një nga elementet të cilët ndikon, patjetër, jo vetëm në këtë element, por në një sër vendimesh që marrin të mbijetuarat e dhunës, por edhe më gjërë, vajzat e reja, të cilat janë ndoshta ka një etiketim që nuk mund t'ja dalin sot të rinj, të rejat. Sa ndikon elementi i shoqërisë dhe i shoqërisë shqiptare që është skeptike si natyrë, jo vetëm ndaj gruas, por në përgjithësi. Dhe sa ndikon specifikisht këto të mbijetuarat e cilët frikën e kanë dhe bashkëjetojnë me të dhe ecin çdo ditë pas asaj që i ka ndodhur. Jashtëzakonisht shumë kjo pjesë ndikon tek një grua e cila është e mbijetuar e dhunës në familje. Sepse çështja është që duke u mbivendosur shumë problematika, ajo ka mangut edhe këtë gjë. Që të tjerët ta dënojnë, ta paragjykojnë edhe ta etiketojnë atë. Përveçsisht të sfidave edhe sforcime që po bën për t'ja dalur, për të ngritur, për të ndryshuar situatën e vet. Prandaj ne si shoqëri kemi nevojë që nëse nuk kemi mundësi të ndihmojmë, të paktën
unë them gjithmonë, mos të dëmtojmë. Por, dhe vetë shoqëria, megjithëse ka evoluar, ka sfidat e veta, sepse ne jemi një shoqëri patriarkale. Zonat rurale përsëri ruajnë me fanatizëm atë, pavarësisht se zonat urbane kanë një zhvillim pak më të madh, po përsëri në thelb ne jemi patriarkal. Ne rrisim vajzat e djemt të ndryshëm. Qytetet e mëdhaja, ndoshta në dukje, por kemi patur raste të dhunës apo që nuk kanë mbijetuar në Tiranë me pozicione shumë të larta gratë, të cilët nuk e kanë marrë këtë vendimin. A ke hasur në përvojën tënde të gjatë edhe këtë etiketimin jo vetëm nga shoqëria, por edhe nga njerëzit e afërt, nëna që ndoshta nuk e kanë marrë ndihmën apo nuk e kanë marrë vajzën e tyre nga një marrëdhënie apo nga një martesë, nga frika se çfarë bashorti, familja bashortit apo kushdo jashtë shtëpisë së saj do ta quante vajzën e saj. Ke parë këto rastet konkrete? Me keqardhje mund të them që 90% e familjeve shqiptare nuk i mbështesin vajzat e tyre. 10% që janë ato të cilët sapo mësojnë që vajza e tyre është një situatë dhune, keq trajtimi, ata vinë edhe sjellin mbështetjen e tyre dhe me fjalë hapin dyert për vajzën e tyre. Ndërsa shumica tjetër duke u nisur nga çfarë do mendojnë bota, që ne vazhdojmë në 2025 të mendojmë edhe të veprojmë edhe mos mbështesim fëmijën tonë më të dashur, krijesën më të dashur, pikërisht se çfarë do mendojnë të tjerët. Edhe imagjino nëse një prind shkon dhe i thot fëmijës së saj, qëndro atje, je mirë atje, ti e ke fajin, çfarë mund të bëjë një grua e cila nuk ka më krah, sepse familja është krah në kohë sfidash dhe vështirësish. Dhe rastet kanë treguar për fat keq që janë edhe meditezuar, që raste që janë sinjalizuar, sepse familjarët e afërt është gati e pamundur ti t'ju fshesh një dhunë që është sistematike, se ne kemi parë raste të cilat janë dhuna që zgjasin me vite, kanë shkuar në duke mos e parandaluar, duke mos gjetur mundësinë ku ata të kërkojnë ndihmë, kanë shkuar në raste pastaj që nuk kanë mbijetuar dhe pengu i prindërit, i shoqërisë është i madh, po ndërkohë nuk janë kaq të fortë, po themi, sa për ta marrë të bien në tyre dhe për të shkuar qoftë edhe institucion, edhe jo vetëm të jenë ata krah, po të jenë pjesë e kësaj bashkësie të cilët do të ofrojnë ndihmë. Unë jam mirëkuptuese në rastin kur familja nuk ka pas mundësinë ekonomike për ta mbajtur atë, megjithse unë them që gjithmonë ka zgjidhje, pavarësisht vështirësisë që hasen. Por nuk mund tani që ne të mos vetë ofrohet familja për ndihmë kur sot mundësitë janë më të mëdha. Kur shanset për një grua të mbjetuar nga dhuna për të rintegruar janë më të mëdha se sa më përpara. Kur unë kam filluar në vitin 99-2000 të punoja me rastet e dhunës në familje, normalisht për të gjetur një grua punë ishte vërtet një sfidë e jashtëzakonshme. Dhe duhesh jashtëzakonisht kohë edhe punë nga më të rëmdomtat, por çështja është që nuk ishte punë. Ndërsa sot, me fjalë mundësia e punësimit është më e lartë për gratë. Mundësia e lëvizjes është më e lartë, mundësia e familjes dhe niveli i tyre ekonomik, por edhe hapësirat e familjes tyre janë çik më ndryshe, shumë më mirë sa më përpara. Kështu që sot ndihma nga familja vet, por edhe nga zinxhiri i rrjetit të shërbimeve institucionale nuk duhet të mungojë dhe duhet të ofrohet në maksimum nga të gjithë për të ardhur sa më në ndihmë rastit. Ne kemi për detyrë të ofrojmë ndihmën, si familja origjinës, si institucionet. Pastaj rasti është ai që vendos nëse ta marrë ndihmën apo jo. Apo do, me fjalë çfarë do vendosi për jetën e tij, se në fund të ditës duhet të respektojmë edhe vendimin e personave të cilët janë duke kaluar sepse është jeta e tyre. Por nga momenti që merret ky vendim i cili është jetësor, pastaj është një kohë gjatë që është rehabilitimi dhe ajo që është ndoshta më e vështira, koha e shërimit. Sa kohë duhet, sa e vështirë është? E di që është rast pas rasti, por domethënë në gjithë rastet që ju keni parë, sa e vështirë është të depërtosh brenda atij murit të lartë të cilat këta njerëz rrethojnë veten për të mos shprehur. Pra, është e vështirë të kurosh? Absolutisht që është e vështirë. Traumat janë vështira. Janë të vështira për çdo njeri. Ti pson një traumë nga një aksident edhe e mbart atë pothuajse gjithë jetën. Por nga dhuna familje që ajo nuk ka qenë një moment, ajo ka qenë shumë momente.
Shpeshherë ato kanë episode dhune ditë pas dite, edhe nga format më njerëzore ndonjëherë, sepse ne shpeshherë paragjykojmë nga jashtë dhe themi se kjo apo dhe justifikojmë dhunuesin, por dhuna nuk ka justifikim. Nuk ka asnjë lloj justifikimi. Dhuna që shpeshherë bëhet në emër të dashurisë, nuk është dashuri. Këtë ne duhet ta kuptojmë gjithë, edhe gratë, por edhe ne si shoqëri. Sepse dhuna, me fjalë, është dhunë, ndërsa dashuria me dhunë nuk është dashuri. Në rastet kur në nëna është e dhunuar dhe fëmijët e saj mund të jenë vajza, mund të jenë dhe djem, sa e ke parë që impaktohet kjo marrëdhënie e nënës me vajzën, kur të dyja janë, po themi, subjekt të dhunës, ndoshta njëra përjeton fizikisht, po fëmijët pjesa, edhe nëse janë të dhunuar fizikisht, e përjetojnë për shkak të traumës që ti mbart kur sheh nënën tënde në këtë gjendje. Si është kjo marrëdhënia pastaj kur vjen koha e shërimit dhe gjithë kjo pjesës bisedës? Çfarë vëreni ju konkretisht, doja dija, tek ata që janë më të vegjël dhe ata që janë më të mëdhenj? Atëherë, fëmijët e vegjël gjithmonë kërkojnë që prindërit jenë bashkë. Dhe kjo është një sfidë shpeshherë e gruas për të vendosur dhe për të larguar. Edhe pasi kanë parë skenat e dhunës? Edhe pasi ka parë, sepse është një moshë më vogël dhe ata kërkojnë të dy prindrit. Por vjen një moshë mbas moshës 10 vjeçe, kur janë fëmijët faktori kryesor që gruaja të largohet, sepse nuk e suportojnë dot më. Mbroj. Edhe janë ata që shpeshherë janë në mes të debateve, janë në mes të momenteve të dhunës të dy prindërve. Dhe ata janë në një moment që janë të mbytur. Edhe janë ata që shtyjnë nënët e thonë, largo, ndaje, ik, sepse na shkatrove edhe ne. Kështu që ndërkohë që kur fëmijët rriten dhe janë të martuar, janë faktor tjetër për qëndruar tek Po dhuna. pse ndodh kjo? Sepse kam hasur dhe unë. Pra vajza që kanë krijuar familje, të cilat nuk e marrin, po them, jo vetëm në ndihmë nënën apo Sepse mamën e tyre. atëherë ata vazhdojnë të ndikohen nga shoqëria. Nga shoqëria. Elementi Nga që ne opinioni me e fjalë publik, nga stigma që shikon nëna jote dhunohet, nëna jote Prindrit janë të divorcuar, ndarë. me fjalë vjen nga një familje me fjalë si familjet e tjera. Edhe kjo vret, sepse tashmë nuk është vetëm, është me bashortin, është me vjerin, me vjerën, dhe shpeshherë në vend që të jetë ndihmë për nënën e saj, duke e ditur gjithë historikun e dhunës, shpeshherë fëmijët, ndaq djemt dhe vajzat, janë një faktor pengese më së shumti. Dua të jap një rast dhe dua të më thuash nëse realisht është pjesë e këtij paragjykimi apo është pamundësia për ta marrë vendimin. Nga një familje e divorcuar, njëra nga vajzat martohet dhe pëson dhunë, një dhunë e cila është sistematike për disa vite, dhe me gjithë ndonjëherë vendimarrje shumë të vogla për t'u larguar, edhe pas një dhune që gati e çon drejt të vdekjes, edhe pse ishte nëna një vajze tashmë, ajo vendos të rikthehet me të shoqen dhe një martesë që nuk është e zgjidhur ende. Pra pranon të jetë në një dhunë sistematike të një shoqërie që tashmë e di sepse është e shpërfaqur, vetëm për shkak të stigmës që edhe ajo si nëna saj do të divorcohej. Është pasojë e sa dëm ne bëjmë pa e ditur? Absolutisht, nëse e ka përjetuar divorcin e prindë në formë traumatike, ajo pranon të qëndrojë aty deri në vdekje, tha, vetëm mos të përjetoj këtë lloj opinioni kaq të fortë që nëna e saj ka psuar. Prandaj është shumë e rëndësishme trajtimi i traumave pas episodeve, pasi ka mbaruar kjo pjesë e ciklit të dhunës. Është shumë e nevojshme që të marrin shërbimin psikologjik. Dhe tashmë shërbimi psikologjik është i aksesueshëm. Ne si organizat me fjalë e ofrojmë me fjalë si shërbim psikologjik dhe ai është falas për të gjithë gratë e vajzat të mbijetuar nga dhuna në familje. Gjithashtu shërbimi psikologjik së vitet e fundit është gjithashtu në sistemin shëndetësor. Në një pjesë të qendrave shëndetësore ka psikolog, të cilët janë atashuar stafit mjekësor, ku gruaja mund të shkojë dhe të kërkojë ndihmë. Gjithashtu, pothuajse në të 12 qarqet e Shqipërisë ka qendra komunitare të shëndetit mendor, ku ka një ekip multidisiplinar, i cili janë psikolog, janë punonjës social, janë mjek psikiatër, si për të rritur gjithashtu edhe për fëmijë, të cilët
të bëjmë vlerësimin e rastit, por edhe gjithashtu trajtimin e rasteve. Nëse një person ka nevojë, me fjalë dhe shef që nga dhuna familje, por edhe nga problematika të tjera që jeta i ka sjellur, ka filluar të ngecë në të gjithë elementët normal të ecurisë së jetës. Për shembull, ka probleme me gjumin, ka frikra të shtuara, ka gjendje anksi, ka momente të cilët ka humbur shpresën, që janë pjesa e depresionit, nuk i bëhet të ngrihet në mëngjes, të bëjë gjërat e zakonshme siç i ka bërë për ditë, atëherë ai duhet fillojë të kuptojë edhe të shkojë të marrë një shërbim psikologjik. Shërbimi psikologjik nuk është vetëm për persona të cilët kanë probleme dhe çrregullime të rënda të shëndetit mendor, që është në konceptin tonë, për persona që kanë probleme me skizofrenin apo manitë ndryshme. Miti që ne kemi krijuar. Jo, ai është me fjalë kur ti ke probleme, me fjalë të menaxhosh emocionet e tua. Marrja e vendimit është njëra nga momentet e rëndësishme për t'u larguar nga dhuna, por ai që e definon rrugën dhe rrugtimin pastaj të gjithë mbijetuarve është forca për ta përballur, për të kuruar dhe për të mos e mbyllur me atë kapakun thjesht për të thënë që kjo tani u zgjidh dhe mbaroi. Është një rrugë dhe një proces i gjatë. Mirela duhet të të pyes shumë fort te kjo pikë. Domethënë jo vetëm sa e rëndësishme është, po sa ndikon në vijshmërinë e jetës normale të mbijetuarve të dhunës familje. Shpesh herë kur rastet e dhunës në fazën e parë kanë nevoja të tjera emergjente, siç është strehimi, punësimi, kujdesi për fëmijën. Por mbas kalimit të pjesës fazës së parë, është shumë e nevojshme pjesa e rehabilitimit, ku hyn pastaj pjesa e përpunimit të traumave. Trajtimi psikologjik për traumat e pësuara është shumë i nevojshëm. Të gjithë rastet e dhunës ka nevojë që të kalojë nëpërmjet pjesës së terapisë për menaxhimin e traumave dhe sfidave që le si pasojë dhuna me bazë gjinore dhe dhuna në familje, si për gratë, por gjithashtu edhe për fëmijët e tyre, sepse të gjitha ato traumat e pakuruara, e patrajtuara janë si mina me sahat, që në një moment të jetës caktuar, kur gruaja mendon se është duke shkuar mirë, apo edhe fëmijat që kalon në fazat e rritjes, ata i gjejnë veten të përsërisin disa gjëra të cilat ka ndodhur për shkak të traumave të pakuruar, ose shkojnë në krizë, ose nuk menaxhojnë dot emocionet e tyre, ose vazhdojnë të përjetojnë një gjendje ankthi më shumë se personat e tjerë, për shkak të pasigurisë së lartë që kanë brenda vetes. Prandaj është shumë e nevojshme pjesa e trajtimit psikologjik mbas kalimit të situatës së parë. Do të ishte mirë për të thënë që nuk është vetëm një proces i cili ka një fillim dhe një mbarim edhe aty mbyllet. Pra, vetëm pak minuta më parë biseduam së bashku se sa rëndësishme është jo vetëm ata që janë pjesë e kësaj dhune apo e kanë përjetuar dhunën, po secili nga ne që përjeton një zhvillim të vrullshëm që ka emocione të cilat nuk i shpreh dot. Sa rëndësishme është kjo marrëdhënia me psikologun, se ne kemi parë psikologun për shumë vite si një problematik. Pra, nëse ti shkon atje do të thotë që ke një problem, ndërkohë që nëse ti shkon atje ti përmirësohesh dhe duhet parë në këtë aspekt. Sa e ndihmon roli i Mirelës, nuk do doja ta quaja psikologja, sepse kujtohet ajo që ne shqiptarët i kemi ende të pakalueshme si term. Pra, mikesha të cilët ti mund ta takosh një herë në javë, thjesht për të biseduar pa frikën e paragjykimit. Është një marrëdhënie që duhet ndërtuar edhe në vijshmërinë e përditshmërisë tonë. E di shpesh herë i them jo sepse unë jam psikologe, nuk e them për këtë arsye, por terapia është dhurata më e bukur që njeriu i bën vetes. Nëse ka një dhuratë, e di pse është dhuratë e bukur, sepse ti shkon edhe vendos të kesh një kohë për të njohur veten tënde. Ne nuk ndalojmë të njohim veten, të pyesim veten pse po më ndodh, pse reagova kështu, çfarë mund të bëj, çka ka tjetër. Pra, pjesa e terapisë është ai momenti ku ti ndalon. Dhe ti shkon brenda vetes, rëmon tek vetja, punon me veten, një sfidat, dhe pastaj gjen mënyrat nëpërmjet psikologët që t'jep instrumenta se si ti ta tekalosh këtë gjë dhe ti kthehesh me fjalë normalitetit. E di si janë traumat, janë si ajo pjesa e një infeksioni që ne kemi brenda në trupin tonë. Është një vatër infeksioni i cili nëse nuk kurohet, ai bën një dëm akoma të madh sepse prek dhe organet e tjera. Kështu që dhe traumat e pakuruara, nëse ti nuk shkon
ta hapësh, të nxjerrësh atë pjesën e infeksionit, ta kurosh, ta mjekosh, ta shërosh, ajo është vërtet me fjalë një problem i madh. Por kur ti e shëron, plaga do ngelet, patjetër aty, sepse është një gjë që ka ndodhur në jetën tënde, por nuk e ka më fuqinë, sepse s'ka infeksion. Është me fjalë një kujtesë, është me fjalë një shenjë që të kujton të kaluarën, por nuk të dëmton me atë forcën e infeksionit që ishte më përpara. Prandaj, unë do të bëja të thirrje të gjithë njerëzve të cilët mos ta shohin trajtimin psikologjik si një problem, po ta shohin si një mundësi. Dhe të marrin atje ku ata kanë mundësinë, sepse ka shumë shërbime falas. Nuk kanë nevojë patjetër që ti marrin ato me para, sepse me fjalë ka, por ta bëjnë si pjesë të edukatës së tyre, kulturës së tyre. Nëse ne shikojmë jashtë shtetit, psikologu nuk është më një gogol, por është një mundësi kur ti e shef veten tënde që s'po e menaxhon dot vet. Ti e shef që del përtej forcave të tua, sepse ka dhe një limit kohor, dhe do të bëja thirrje. Ne nuk nxitojmë për çdo gjë të vogël të shkojmë te psikologu. Ne shkojmë për tek shërbimi psikologjik në momentin që ne kemi përdorur risorset tona të brendshme, që është pjesa e reziliencës ton individuale që ne e kemi të gjithë, disa gjëra vetë rregullohen brenda nesh, kemi kërkuar mbështetjen e të afërmeve, njerëzve tan të dashur që na duan fort, mos ngatrojmë një gjë, njerëz që na duan për atë që jemi, që nuk është se për çdo gabim na kritikojnë, edhe na hedhin në momentet e vështira, por njerëz të cilët na vlerësojnë edhe kujdesen për ne. Nëse pastaj shqetësimi jon nuk arrin dot që të menaxhohet nga ky rrjedh, që janë rrethët bazë, edhe janë rrethët e sigurisë, kujdesit, që duhet të ketë çdo njeri në fakt. Atëherë vjen roli i profesionistit dhe i psikologut për të ndihmuar në këtë sfidë që mund të paraqitesh, edhe për ta tejkaluar atë. Dhe do doja të të pyesja si mund. Ky podcast është një i tillë, pra që ndihmon shoqërinë apo është aty për t'i thënë që çdo gjë ka një zgjidhje dhe çdo gjë rregullohet nëse ne do të marrim vendimin e dur në kohën e dur. Do doja që të jetë një, po themi, jo vetëm një mesazh, por një formë se si mund të ndryshojmë këdo, jo vetëm ata që kanë qenë pjesë edhe e kanë ndier në kurrizin e tyre dhunën familje, por të secilit nga ne që ndoshta hym dhe etiketojmë dikë pa e ditur se çfarë ka kaluar. Si mund ta përmirësojmë shoqërinë tonë, inkurajojmë për të shkuar drejt profesionistit, për t'i ndihmuar që ata të vazhdojnë rrugën e tyre. Jo vetëm do të kujtojmë vetes, po ndihmoj apo po dëmtoj. Gjithmonë kur marrim ose ndaç flasim ose ndaç marrim një veprim, ne duhet të pyesim veten, po ndihmoj me këtë gjë apo po shkatroj me këtë gjë? Kjo është një gjë të cilët ne kemi nevojë si shoqëri. Vetëm kjo e menduar, reflektuar, ndryshon shoqërinë, ndryshon mendësitë. Se mendësitë nuk janë një gjë që mund të ndryshojmë më shpejt, por ne mund të fillojmë pak nga pak për të ndryshuar në momentin që i fusim këtë filtr vete. Dhe një pyetje të fundit është si ndihet Mirela kur pas kaluar një periudhë shumë të gjatë me një të mbijetuar që nga një moment kur ndoshta ajo është duke përjetuar momentin më të vështirë, e sheh që ka rimar veten, është duke bërë një punë, është duke u kujdesur për fëmijët e saj dhe është kthyer një vajzë apo një grua të pavarur dhe që mund t'ia dalë. Sa krenare duhet ndihesh kur në fund të këtij procesi? Në fakt është shumë e bukur dhe është inkurajimi më i madh që ti merr kur ti shikon një person i cili ja ka dalur. Tashmë je kthyer jetës. Me fjalë është një profesionist i mirë, me fjalë është një person i cili ka një familje, është një person i cili po ecën dhe është fuqizuar me këmbët e tij dhe nuk ka nevojë më për shërbimet që kishte më përpara. Në fakt së fundmi para një viti, ne kemi marrë në punë një vajzë e cila është sociologe, edhe është një rast çdo herë që shoh atë, më jep shumë forcë dhe shpresë, sepse ajo është vajza një gruaje të dhunuar dhe ka qenë rasti i parë që është asistuar në një shërbim rezidencial 25 vite më përpara. Edhe ka qenë një rast vërtet që unë e kujtoj të dhimbshëm për shkak të historisë, sepse një grua e vetme me 4 fëmijë, e shkatruar, pa shpresë, edhe që nuk dinte çfarë të bënte, ku të shkonte. Cila sot ka nxjerr 4 fëmijë të mrekullueshëm, të
të cilët shumica prej tyre janë martuar, kanë një profesion, vazhdojnë jetën e tyre, ajo ka shtëpinë e saj, vazhdon jetën e saj. S'ka qenë as pak e lehtë. Po ajo gruaja vendosi të guxoj. Ajo grua tha, unë do marr dhe do shpëtoj fëmijët e mi. Dhe ja doli. Miq, kështu përmbyllim këtë episod të dytë të podcastit Rise Her. Faleminderit që ndoqët dhe ndat me ne këto moment. Në episodin e ardhshëm do të kemi të ftuar zonin Artina Morava, drejtuese e programit Rise Her, një iniciativë përkushtuar ndaj fuqizimit të vajzave dhe grave. Do të flasim për rolin jetik që ato kanë në familje, në shoqëri dhe kudo, si dhe për përpjekjet e këtij projekti për të mbështetur vajzat dhe gratë në rrezik nga dhuna, me fokus të veçantë në zonën e Elbasanit. Mirupafshim.